dinamika që po ndodhin kudo nëpër botë, a janë një frikë mbase këto reagimet e shumta që po i shohim, a janë edhe frikë nga ajo se çka na pret? Po, sepse në këtë farë mënyre njerëzit hipnotizohen me besu në diçka të caktuar. Dhe autosugjestioni, ripërsëritja e krijon bindjen në kokën e njerëzve se çka mund të ndodhi. Kur dëgjon fjalën, fjala nuk është vetëm fjalë, po kur dëgjon fjalën, fjala ka edhe fotografi që fshihen brapa, krijon peizazhe kur e dëgjon fjalën. Dhe kur ti e dëgjon fjalën luftë, kur e dëgjon fjalën destabilizim, kur e dëgjon fjalën dhunë, kur e dëgjon fjalën etj kësi negativiteti, automatikisht mendja i krijon ato peizazhe mendore se çka do të thonë lufta, çka do të thonë destabilizimi. Dhe tash ripërsëritja e vazhdueshme e këtyre propagandave i majnë njerëzit aq të stresuar sa që njerëzit janë të pavetëdijshëm se si funksionon sistemi i tyre nervor. Dhe nga ripërsëritja se çfarë kanë dëgjuar në media, çfarë po dëgjojnë nëpër kafiteri, duke diskutuar vazhdimisht, ata fillojnë edhe krijojnë bindje në kokën e tyre se diçka ngjashme do ndodhë. Tash në mënyrë të pavetëdijshme, sistemi nervor fillon edhe e pranon atë si të vërtet. Prandaj sot janë njerëzit jashtëzakonisht të çrregulluar emocionalisht dhe kanë jashtëzakonisht shumë ankth. Kështu që propozimi im është mos me pas televizor fare në shtëpi. Mos me i ndëgju këto lajme, domethënë mu largu prej këtyre lajmeve, mos me pas idenë se çka po ndodh nëpër botë. Unë për shembull, unë s'kam televizor, nuk di as çka ka ndodhur atje as atje. Kështu që banetarët befasi sa në do të më kanë informuar zotri Blerë. Si sot, si nesër nuk ka ditë më të bukur se më vdek. Kështu që ashtu. S'kena qaf me dek në luftë se kur vjet koha vdekjen e kemi të gjithë sigurt. Anglezët e kanë një shprehje të mirë, me që edhe kam jetu atje e kam marrë me veti. Thonë, më mirë me jetu një ditë si luan nëse gjithë jetën si lepër. Edhe unë mendoj, edhe jetoj në mënyrë të caktuar. Luani e ka një farë mbretëria atje naltë, në kodra më të madhe që i këshyr pak se çfarë po ndodh. Edhe ajo të çështja, unë po të kuptoj mesazhin edhe thelbin, mos me pas televizor heq, apo? Në këtë aspekt, mujna me fol nëse ka jo profesionalizëm të lajmeve. Nëse ne jo me dash me sulmu fushën e gazetarisë, unë një shumë personalisht gazetarë që jenë përkryme dhe të jashtëzakonshëm. Po personalisht njoftë të tillë, edhe ju që jeni këtu prezent, ju lumt edhe për emision edhe për temat që i rreni mirë, po në disa raste reklamimi i antivlerave po e shkatërron vlerat. E për këtë arsye mendoj që ky mesazh jot është përputhet në këtë aspekt. Ama lajmet ban mi këshyr. Lajmet këshyr, për celi. Lajmet nuk bën mi këshyr. Nuk bën mi këshyr, sepse çore unë nuk munda me thonë ato çka nuk është e dobishme personalisht për mu dhe familjen time. Nuk mund ta lë unë fëmijët e mi para televizionit duke pa lajme apo skena të ndryshme se çfarë po ndodhin nëpër vendet e botës. Po televizioni është shumë ai pastër se sa rrjetet sociale. Aty ki të drejtë. Po përgjësia prap është e prindi. Se çka me shiku fëmija. Po ju personalisht se për fëmijët sigurisht që prindi e arsyeton nëse ka të drejtë fëmija i tij me përdor qoftë televizion, qoftë rrjetet sociale, po ju thatë që unë e kam largu krejt televizioni. Absolut, që 7 vite, gati 8. Po unë besoj që televizioni është adresa më e besueshme që e kemi sot. Edhe arma më e fuqishme që është pikë. Patjetër, media është pushteti i katërt. Edhe ne duhet ta përcjellim median, duhet të jemi në hap me kohën. Edhe rrjetet sociale janë ndoshta ma jo obligative. Nuk po them që televizioni është obligativ, po televizioni si tërësi, media, nuk mendoj që është diçka që i përshkallëzon qytetarët, për shembull. Rrjetet sociale, portalet e pa identifikuara me burime të pasigurta, ato janë lufta që duhet ta luftojmë ndoshta. Roni, se e sheti këtë pjesë,
do të thotë të luftës në përgjithësi